Kujtojmë që pikërisht Zhurma Show është 2011 do të transmetohet nga radio televizioni i Kosovës si media publik, natyrisht sponsor medial, por do të ketë të tjerë, besoj, media. Unë do të thoja është fat për ne që është radio televizioni i Kosovës këtu. Unë ne po e ndalim intervistën me gjysë dhe po e lëm Maksin që të vazhdojmë me intervista, me qenë se po shoh që kemi mysafir të ftuar për sonte. Patjetër. Përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Përshëndetje, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Si po ndjeni? Shumë bukur, faleminderit. Mirë, një aktore madhe humorit të vjen për ta ndjekur të spektakël, për të ndarë një çmim apo? Unë sonte do ta ndaj një çmim. M'duket dy bile. Dy apo? Po. Bashkarisht? Bashkë me Zenin. Bashkë me mu, Zener Tufën. Kaloni sa më mirë, më të mirë. Faleminderit shumë, faleminderit. Mirupafshim. Atër miq të dashur të televizionit Ziko, shpresoj që jeni duke kaluar çaste të këndshme. Mysafirët e parë vetëm sa kanë arritur dhe shpresoj që të kalojnë çaste të këndshme. Unë do doja një falënderim shumë të madh për Radio Televizionin e Kosovës për transmetimin që do të bëj. Njëkohësisht një falënderim për Kosova Limo që do i sjell të gjithë këngëtarët një nga një në Tepiun e Kuq. Po shoh që njerëzit kanë filluar të bohen dhe një falënderim për të gjithë stafin, për kameramanët tanë. Njëkohësisht një falënderim edhe për të gjithë shikuesit që qëndrojnë pranë televizionit. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët zotëri Rexhepi, mirë se erdhët, si po ju duket çfarë organizim? Organizimi është shumë mirë, besoj që pamja po duket shumë bukur. Me sa po shoh që po u bë dhe më madhështore prania yte këtu dhe po duket edhe më ndryshme ky Tepi e Kuqe. Faleminderit për këtë, po në kam marrë për me nda çmimin për herojin e policisë dhe po ashtu edhe për Zhurma Show kam respekt. Faleminderit shumë. Ardh me dëshirë. Zotë, mirë se erdhët, si po ju duket? Mirë shumë bukur. Faleminderit shumë për ardhin tuaj, keni nderuar. Mirë mbrëma. Sigurisht do të jetë vaj. Ju po dukeni ju shumë bukur si familje, ju uroj që të kaloni çaste të këndshme dhe brenda. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë këtu pas minis kemi miq edhe nga Maqedonia. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, përshëndetje dhe urime për spektaklin. Derit shumë, duket që është traditë që gjithë një ta kem në intervistë dhe është kënaqësi për mua. Si po ndihesh? Mirë, shumë mirë, pak lodhje, po mirë, çdo herë është një moment shumë i veçantë Zhurma Show Awards. Ka duket më ndryshe Xhilani nga Prishtina, me qenë se jeni në Prishtinë kësa jetë. Nuk e shoh një ndryshim të madh, Tepiku i Kuq është Tepiku i Kuq çdo vend ku që jemi, po më pëlqen shumë atmosfera dhe besoj se do kënaqemi më shumë. Në rregull, këta janë, më duket që gazetar, prezantues nga domethënë televizioni ku punoni ju. Mirë se erdhët, si po ju duket, Alsat Maqedonia.
Si duket është hera parë që jeni në Tepiun e Kuq, si po ndjeni? Për mua është hera e tretë për ndryshe të jem në Zikot në këtë organizim. Pa ta fjallën për djarë. Fjalën, okej. Me qenë se për intervistën e di që këtë ka mbetur bërë që herën e kaluar. Ska lidhje, ska lidhje. Si po duket ndryshimi, po duket ndonjë ndryshim? Nuk e di, ndoshta ndryshim drastik jo dhe aq i madh, mirë po më duket bukur edhe në Prishtinë. Prishtinë që ju dy ta ndroni mendjen pasi të futeni brenda. Presojmë. Ta shoh. Po më tregon si po ndihesh ti sonte? Shumë mirë më pëlqen organizimi, sidomos edhe defilimi këtu në Tepikun e Kuq, për mua është hera parë dhe jam shumë i kënaqur nga gjithë kjo organizim. Besoj që edhe emisioni juaj të jemi edhe në emisionin tuaj dhe të shohim se çfarë po ndodh. Së shpejti do ta realizojmë një intervistë së bashku. Tani ju te televizioni jon. Në rregull, atëherë faleminderit shumë, kalofshim si është më së miri. Faleminderit shumë. Shihemi. Mirë, Energy Band, mirë se erdhëm në Broma. Broma, mirë se gjetëm. Si po ndjeni? Jeni 5-a, 4-a? 5 vjet. Okej, Energy Band më shumë të nominuar në shumë kategori, në shumë nominime. Ku mendoni e meritoni Besnik? Nuk e di, na edhe punojmë vazhdimisht edhe për muzikë, do me thonë, sa i përket kohën e fundit keni vret, edhe i na nominuam edhe për styling, i na nominuam kështu që sonte kena marrë stilistin me vetë, e kena sonte. Ky është stilisti, ti ai që i rregullon këta djenda, po? Po. Okej, besoj se në fakt është hera parë që në Best Styling konkurrojnë edhe djemt. Edhe komplimente përsëri ky ka veshur sonte, ë? Faleminderit. Kaloni sa mirë dhe urime, suksese. Mirë, vazhdon kalimi në Tepiun e Kuq, që pikërisht e artistëve të shumë që vijnë, por shikojmë që ka fytyrë evident natyrisht edhe nga bota e politikës, që do të jenë sot të ftuar për të respektuar këtë spektakël, për njëkohësisht për ndarë dhe ndonjë çmim. Kujtoj që pikërisht ky spektakël këtë vit organizohet në Prishtinë, në kryeqytetin e Kosovës, por njëkohësisht mbështetet nga Ministria e Kulturës. Është një spektakël që vitin e kaluar është fituar pikërisht nga Genta. Mirë mrama, Robert, mirë se erdhe. Mirë si gjetëm, mirë. Shush po do këtë puna të piut, dritat, njerës. Askush diçka, shumë mirë. Robert, mirë po do është me të vetë kush është për kujdes? Vetë pasha zoti minutin e fundit, je morë pi rrugës, po ja ku më dhonë fjallën edhe qështu që. Faleminderit shumë Robert që keni gjetë komunikohen, shpresoj që keni me kalu mirë. Faleminderit. Mirë mrama, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Pyetja e parë, ku e ke të dashurën? Të dashurën kam në shtëpi, pasi që sot kam ardhur bashkë me grupin, edhe jemi bashkë me grupin Ali Band për këngën Tren për 50. Në rregull, si po ndihesh, si po kalon? Po të mungën ndoshta se mësu gjithnjë të ecësh me të dashurën, kësa here po ndihesh pak më bësh? Normal është mirë me ecë me dikën që e dënë edhe që kisha me pas pranë gjithmonë, mirë po edhe të pi ku që ka atë knatësinë e vetë, kështu që po nina mirë edhe bashkë me grupin me cilë të bëj muzikë gjithmonë. Faleminderit shumë, të rojë që kaloj sa më mirë. Faleminderit ju e suksese. Mimrama, Baba Tarabuka dhe DJ Beniti, mirë se erdhët, si po ndiheni? Mirë, faleminderit. Ç'është po duket sonte organizimi në Prishtinë? Si zakonisht Zhurma Show bën spektaklet moja dhe besojmë që ka me kanë spektaklet që ka mu përmend. Rregull, më duket që jeni të nominuar, presni që të fitoj, jo më duket, po jeni të nominuar, presni të fitoni apo jo? Shpresojmë që kena me vitu të këshyrën dashte, me jetës në pa. Qa do të bëni më të veçantë diçka? Po Nëse fitoni është qartë. veçan, duhet me vazhdo me ato, gjithmonë më bo starat më të mirat, edhe me pas sukses të gjithë. Mirë po dukeni shumë, shpresoj që të kaloni sa më mirë.
Faleminderit shumë, gjithashtu edhe juve. Faleminderit. Petu një çmim. Po, jo me nominu me shpresoj, pse jo. Po duket shumë bukur, më trego pak kështu kujdes. Për lukon normal stilisja jam personale, flutura dhe dinja, për grimin selma dhe për flokët dona. Kalo sa më mirë. Gjithashtu edhe ju. Ciao. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Dani, mirë se erdhe. Seni, a jeni mirë, au lodhët? Dani, sfari si po ndiheni në të piun e kutë, si po ju duket organizimi në Prishtinë? Shumë bukur. Para 4 javë kur isha te ky emision i ri Thirrja e Art, bashkë me Arbenin dhe me Astriti ishim bashkë edhe ty e diskutu. Arbeni më tregon që ka ftesë për natën e sonte. Zhurma Show është një stimulim për gjithë këngëtarët e ri. Pra i obligon, i shtyn non-stop dhere me bo këngë të reja, me bo klipe të reja. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë, keni madhështu spektaklin tonë me ardhjen tuaj. Si po ndihni, si po kalon? Mirë shumë, faleminderit. Po ju duket i tërë ky organizim? Bukur, mirë shumë, bukur. Atëherë unë uroj që të kaloni edhe më mirë brenda se sa këtu në Tepion e Kos. Faleminderit juve. Faleminderit. Mirë se u gjetëm. Ndjehemi shumë mirë. Jemi në mesin e artistëve në Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, ndjehemi mirë. Shumë kënaqësi që sonte është Elita 5 këtu. Si kaluat rrugës? Shumë mirë, erdhëm rahat mirë. Shpresoj edhe sonte të del mirë. Çka me qenë se ka kohë që Elita nuk na ka sjell ndonjë hit të ri, kur do ndodh ky befasit? Pikërisht sonte do të ndodhë, kemi një këngë të re me një videoklip të ri, një këngë e cila titullohet Nuk jam diktator. Sonde është edhe promovimi edhe i klipit edhe i këngës. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit. Këtu pranë me është edhe Labi vërtet i cili sonte ka ardhur për gjithësisht për të thënë spari diçka, pastaj çojmë se çka ka përgatitur. Okej, mirë mbrëma, spari për gëzime, granit edhe gjithë stafit të Zikos. E përgëzojmë Zikon për këto 20 vite tëra që hepi shumë për kulturën në Kosovë, përgjithësi për muzikën edhe artin. Është një njeri që më të vërtet ka kontribu më të madhe. Pikrisht para 2 dite edhe Kosova fitoi drejtën e autorit. Këtë punë i ka bërë domethënë në këtë ndikim madh për marrë drejtat e autorit e ka japë edhe Ziko dhe gjithë artistat që i ka rrit Ziko deri këtu, siç janë Etno Andrewt e shumë tjerë. Faleminderit shumë, shpresoj të kaloni sa më. Edhe ju e sukses. Mirë, ja ku jemi këtu me Goldin. Mirëmbrëma Gold, si po duket? Mirëmbrëma, mirë se gjej. Mirë, super. Mirë se erdhe. Ti do të këndosh një këngë shumë të bukur sot në spektakël. Nuk je nominuar, a? Jo, nuk jam i nominuar, që kam këngën e Vers Zëmberit me kënu. Bollë është ajo, mjafton sa ketë nominime tjera. E ato shoqëruesit ka ikën. Jo, ato janë krejt bashkë, kemi pak allablak po mirë, tabel. Je me këto vajzat nga janë këto vajza, çfarë ke apo? Ato janë, njëna kom çik migjet, 2 tjera aty ka shoqe, Class Fashion që bolojnë, është këngëtarja Shkenda Beka shokë jam, Lobi, një shoqe Beka. Kalo sa më mirë. Mirë shumë, edhe mirë.
Atëherë këtu pranë me është Mirjeta Bajraliu, ka qenë e pranishme dhe vitin e kaluar. Mirjeta, si po ndih? Edhe kom pas kënaqësinë me ardh prap. Po ndihem shumë mirë se është një ngjarje që me të vërtet bën mundi jashtëzakonisht bukur. Edhe atmosfera, organizimi fenomenale, po më e mirë që Ziko po vazhdon për ta mbajt këtë, edhe po bëhet tradicionale. Po më zbulon diçka, ku ka qenë më mirë në Gjiljana në Prishtinë? Tash është fillimi sa kam ardhur, Prishtina, unë jetoj në Prishtinë më mirë, ma për të neve. Për ndryshe dhe sonte po duket shumë bukur. Faleminderit edhe për kujdesën. Mirë po duket. Ardita Dërmaku, një dizajnere e re që ka studiu jashtë dhe ajo është për kujdes për veshën time. Të uroj shumë suksese, shpresoj të kalojmë çastet. Faleminderit. Mirë, jemi këtu me Gresën edhe motra natyrisht. Mi mbrëma, mirë se erdhe. Jem Maksim, mirë se ju gjitha. Si po duket? Mirë shumë, për fillim po duket shumë mirë. E nominuar dhe për Best Styling, apo jo? E ti po duket shumë mirë, më trego pak kush është kujdesur. Faleminderit shumë. Për mua është kujdesur shtëpia modës Tavja, cilin e falenderoj shumë për fustanin, si dhe për aksesorët Penelope. Nuk e lën motrën vetëm ti, ajo? Asnjë. Po duket? Mirë shumë. Gresa, ku ta shikon Gresën me një mashkull përdore në tapit kuq në një ditë? Shofim. Kalojnë sa më mirë dhe suksese. Faleminderit edhe juve. Chris Rock, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Mirë Sara. Okej, Chris Rock jem takuar sot në aeroport. Po pas ka ndryshu, si po dukesh bukur. Prishtina më pëlqen gjithmonë shumë. Erdha këtu, jemi të prezantua agjencinë tonë Icon Agency. Sanda është përfaqësuesja drejtoresha agency këtu në Kosovë. Vërdo. Shemi edhe vetë si përfaqësuese, mirë po dogna, edhe atmosfera. Komplimente për fat. Faleminderit shumë. Atëherë unë uroj që të kaloni shumë mirë brenda dhe shpresoj që t'ju pëlqej çfarë kemi organizuar atje edhe t'ju pëlqej after party. Më zbulon një sekret. Kush është përkujdesur për lookun dhe kush është përkujdesur për lookun e Kristit? Për lookun tim, për flokët dhe grimën për kujdes Selma, ndërsa për fustanin vetë. Atëherë shpresoj që Shpënimi për bashkët. Okej, atëherë kaloni si është më së miri. Shumë faleminderit, kalosh të mirë. Kujdesur. Për fustanin është për kujdesur Engelej Dashati, cilën e falenderoj shumë. Grimin Vjosa Meta Ecena dhe flokët Dina të Salloni Kace. Mirë, për do marrim çmim apo jo? E rëndësishme është pjesëmarrja, jemi të nominuar në Best Duo, kështu që edhe çmimi është i mirë se ardhëm, por njëkohësisht pjesëmarrja është kënaqësi. Me mamin edhe me motrën si gjithmonë. Si po ndjeni? Mirë shumë. Se nuk e leni Adelinën të vije me një mashkull të bukur për shembull. Është gjëna me lon vetës. Kalojnë sa mirë, suksese. Siç duket, sonte erdhi edhe çifti më i bukur i mbrëmjes sotme. Mirë se erdhët. Atëherë po fillojmë sfari me Teutën, komplimente për duken, po duken shumë bukur. Faleminderit shumë. Kush është përkujdesur? Gizja. Është diçka që kom ble në dyqanin këtu Gizja, edhe grimin Keka. Edhe unë bubrina pak. Okej, Vlera, kush është përkujdesur për duken, gjithnjë bevaston me një stil fansa të tu? Gruaja. Okej, Vlera, je i nominuar sonte pret fitosh të rëmbesh në çmim? Çmimi është që jena orë këtu, edhe na Ziko definitivisht na bën mu na bashkon kënaqshëm, çaj çmimi të tjera. Rinë shkojnë s'ka lidhje, po na jam ekonomir, mbroma e mirë, çaj është. Presoj që t'ju pëlqej, si po ju duket edhe një pyetje për fund, si po ju duket Prishtina sonte me qenë se po mbahet Prishtinë pas një kohe? Zakonisht jemi mësuar me bëu një rrugë pak më gjatë, me ardhi deri në Gilan. Mirë, po kësaj here përparësi më e madhe, sidomos për neve. Për shkak që është më afër dhe bashkë po vjen mirë që për herë të parë po mbahet teatrin kombëtar dhe shpresoj që edhe kjo të vazhdojë të bëhet tradicionale. Uroj të kaloni sa më mirë dhe shpresojmë që të kalojmë edhe më mirë pas ndarjes së çmimeve dhe në after party. Patjetër, faleminderit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Si po duket?
Mirë shumë. Nuk je nominuar, po ke ardhur për ndarë në çmim apo për ndjekur spektaklin? E vërtet nuk jam nominu, po kam ftesë speciale prej organizatorëve, kam ardhur që të kënaqem dhe të shoh këngëtarët e ri se ku janë dhe çka janë dhe normal mi vlerësu. E kur do të kesh ti një këngë të bukur tënde për të nominuar një videoklip interesant? Arditi pas një pauze kam bekun shumë shpejt kam e pas, do të thotë nuk do të baj asgjë publike, po thjesht jam të punu në material të ri, kështu që shumë shpejt dhe pasi do t'jetë për publikun, i cili më pagu shumë ko. Sonde kalosa më mirë, më falë, kush është kujdesur për garderobën, lukun? Shumë bukur, shumë styling. Faleminderit, si çdo herë vetë. Kalosa më mirë. Faleminderit shumë. Atëherë mirë mbrëma për pjesën e dytë të grupit të Blerës, mirë mbrëma mirë se erdhët. Mirë mbrëma mirë se gjetëm. Si po ndiheni sonte? Si artistat mo, si në tepi në kuq. Po të pëlqen organizimit të pijut të kuq? Deri tash është okej, po duket gjithçka në nivel. Pre që të fitësh? Po me rëndësi është me marrë pjesë, mu taku me shok, sa i përket çmimeve nuk është me rëndësi. Kjo është, na gjithë jemi fitimtar. Atëherë uroj që të kaloni sa më mirë dhe shpresoj që ta rrëmbeni ndaj çmim. Faleminderit shumë. Mbrëma, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, Maksej, se jemi. Linda, si e Linda? Mirë shumë. Po dukesh shumë bukur. Faleminderit edhe te. E shoqëruar me Big Din. Edhe me Michael. Do merri në çmim, do ndaj në çmim. Jo me nominuar për Best Dance, mirë po kushtu që ta fitoj, urime. Big D, menaxheri Lindës, menaxhera po. Po, menaxher. Si duket? It's good. It's good. Beautiful. Shumë bukur. Kalojnë sa unë, suksese. Se po duket? Bukur, Ziko gjithë kohën i mirë. I shoqëruar me? Nusën time. Me nusën time. Si po duket, mirë? Mirë, shumë falim. Se nuk e lënë Hekuranin të vije vetëm? Se s'ka kuptim. Bravo. Hekurani nominuar apo do të ndash në çmim? Kësaj radhe më kanë thyja se pjesë e ekipës si konsulencë dhe besoj se do ta shpërndojmë në një çmim. I nominuar nuk jam kësaj radhe. Më trego pak nusë Hekuranit, ti je kujdesur për garderobën Hekuranit? Po. Se duket mirë? Shumë bukur. Kalon sa më mirë. Më dha komplimente, faleminderit shumë. Kalon sa më mirë. Si ju gjeta? Dakoni, mirë mbrëma, mirë se. Mirë alla. Ne gjithë një takohemi vetëm në këtë eveniment. Na tregoj se si po duket sonte organizimi në Prishtinë. Po, ne them më mirë, vonë se kur. Zhurma për rritë, çdo vetën e këmëtojnë edhe herën e kalume. Po më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë, uroj edhe shumë vite tjera të suksesshme. E përgëzoj Zikon për punën, e dona me Minin e cila është marrë jashtëzakonisht shumë me këtë eveniment. Du mi falenderoj juve, e di që jeni lodhën. Po na shua një kurreshtje për të pyetur se kush është pranë te. Pranë meje është Ardi. Vetëm Ardi? Ardian Talla. Okej, atëherë nuk po flas më shumë, i lëm që të tjerët mirë me këtë gjë. Shumë bukur rrugë, uroj që kaloni sa. Organizim më i mirë. Do doja të bëja një falënderim si për mëna Dukjan. E falenderoj shumë teatrin e jashtëzakonshëm Blerina Kloçi rrugëva për. Faleminderit shumë. Sallonin dona dhe kjeka për grimin. Mirë se erdhe Gjysë dhe Sokoli, si po ndjeni? Mirë se gjetëm, mi mbrëma Prishtina, mi mbrëma TV Ziko, mi mbrëma Juve, mi mbrëma gjithë atyre që na ndjekin përmes valve televizionit TV Ziko. Radio Televizioni Kosovës, Ziko TV. O, po shumë edhe me kënaqur edhe shkaku që po përkrahen edhe nga televizioni kosovar, edhe nga Ministria e Kulturës është shumë mirë.
Sokol, më tërgo pak si është veshur bashortja. A e din kush e ka veshur? Po e di kush e ka ndihmuar pak. E ke ndihmuar ju? Duket mirë. Gjyse, ndonjë çmim do fitojmë apo jo? Shpresoj. Kaloni sa kush është kujdesur për më tërgo pak? Pustonin dhe kam fituar dhuratën nga motra ime Valentina Spaho, grimin, flokët, unë i kam pasur gjithë. Kaloni sa më mirë, suksese. Faleminderit. Kaloni mirë. Atër mirë dashur, këtu pranë me janë 2 mysafirë nga Shqipëria, mirë mbrëma, mirë se erdhët, si po ndjen. Fakt, është e parë, eksperiencë e bukur, më duket vete. Disa them se përshkruaj jashtë mas e bukur, për ndesh shumpate. Okej, si po ndjen sot? Të rreta një situatë që kemi përjetuar ke klipi, po kuptohet që klipi është spot, pa ama këtu me vërtet që është realisht është një emocion shumë i madh. Dhe shpresoj që do të jetë edhe bukur brenda se ashtu garantoj për një gjë të tillë. Shpresoj që po. Fakt, shpresoj të jetë edhe më bukur se kaq. Kjo nuk është shumë reale, nuk është na ndodhesh, nuk është e vërtetë kjo që po ndodhet gjitha, por megjithatë më pëlqen pse jo ta shijojmë maksimum. Uroj që ta shijoni në maksimum natën e sotme, do të jetë shumë e gjatë. Faleminderit shumë, urim edhe ju. Faleminderit. Mirë, në fakt, po shikojmë 3 motra sepa që duken vërtet të bukura. Mirë mbroma, mirë se erdhe, përshëndetje, Rovena, po dukesh për mrekulli. Faleminderit shumë, ju si jeni? Mirë mbroma. Edhe Elisa, hajde më flisi pak për duken, kush është kujdesur, dukeni si princesha. Vetë jemi kujdesur, unë, kurse Elisa, natyrisht me mendimet e të trejave së bashku. Besoj të falenderosh Albulenën, apo jo? Natyrisht, Albulena e falenderoj dhe dua shumë. Faleminderit. Rovena, do kesh një performancë në gjatë spektaklit apo jo? Edhe je nominuar në 2 kategori. Hajde, ku je përgatitur për të fituar çmime apo për të dalë mirë në spektakël? Nuk e di, shpresoj të kem një çmim, por nuk është dhe shumë e rëndësishme. E rëndësishme është për mua performanca ime sonte, do të këndoj këngën time më të re Kana Xhexhi. Rovena, e vërtetë është 650 gram kurora? E vërtet është? Është pak e rëndë, tash jo se e prishim. Është unike apo? Është unike, e bërë me dorë, përvet me dorë. Irva, për herë të parë Irva. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, duket shumë mirë. Faleminderit shumë. Kush është kujdesur? Albulena Hulaj, stiliste ime. Ta pyes pak Irvën, me që është për herë të parë në të pionë në kuq, ke zbritur me këmbën e madhe nga limuzina me këmbën e djathtë. Ne të djathtën. Besë një artist, për çmim. Shpresoj. Është kjo më vogla ta pak në faqe, bën? Suksese. Wow, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Po dukeni shumë bukur. Gjithë një mësuar që shpatin në ditën e zhurmës, ta ma në intervizë vetëm, ndërsa sot është më afërditën, dukeni për mrekullit që dytë, ju përgëzoj. S'pari problem afërditën kush është për kujdesur për dukjen dhe si po ndihesh sot. Po jam shumë mirë, është hera parë që jam në këtë spektakël kaq të bukur. Duhet ta falenderoj dizajnerin time për fustanin, Vjosa Pashtica, Stopën për grimin edhe të tjerë. Ndërsa për shpatin kush është për kujdes? Për mua është për kujdes Afërdita. Atëherë pas ne arrit qëllimin që dytë, po dukeni shumë bukur dhe pyet edhe një sekret të vogël. Sonte shkëlqyet shumë në këtë tapet dhe i dhat edhe një bukuri shumë më të madhe. Është kaloni se. Edhe ne urojmë të jetë zhurma show sot një eveniment i veçantë. Përshëndetje, Kaltina Mirëserë, mirë mbrëma. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta ju. E ftojmë edhe të fejuarin apo jo? Mirë mbrëma, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Jeni si çift hera parë në të pionë në kuq bashkë të dy? Po, është hera parë. Si po ndihesh? Jam me emocione normal, hera parë. Unë fakt e kom provu, kështu që është hera parë për dritonin, po sot jemi çift bashkë. Patjetër. Më thoni diçka e nominuar për Best Styling, për videoklipin me styling më të mirë. Do fitojmë apo jo? Nuk e di, për mua është primare të jemi këtu me kolegët. Të bot një natë shumë e mirë, normal që çmimi është i mirë se ardhëm, po edhe nëse nuk... Kujdesur, dukesh për mrekulli. Faleminderit shumë, si gjithmonë kaci për flokët, arta për grimin, gjithashtu këtë radhë do e falenderoj edhe dizajnerin time Dona Matoshin. Po të pëlqen? Sot e veshur? Normal. Suksesa, kaloni sa më mirë. Faleminderit shumë. Mirë, Vjosa, Selisja më e mirë, që më ka rregulluar pak dhe mua. Grimera më e mirë Sofka. Një grimera të shumë e mirë.
Ke ka edhe një model, apo jo, Meti. Mirë se erdhe Vjosa. Mirë mbrëma, mirë si ju gjeta. Si po duket? Mirë shumë atje. Mirë? Është një ditë shumë e veçantë. Ke ka? Mirë shumë, suksese. Më tregoni pak ju, përveç se rregulloni të tjerët, edhe i vishin shumë bukur. Vet kush e rregullon, kush e vesh? Unë e vesha vetën, unë më rregulloj sofa. Unë u rregullova vetëm veshi Vjosa. Si po duket? Për fakt. Ke ka putuar me nxeza bukur. Mirë vetë. Po dukeni shumë fantazi. Do të pyes diçka, kë keni veshur ju sot, kë keni rregulluar që mendoni se do shkëlqej sonte? Unë kam rregulluar për ditën, kam rregulluar kaltrinën, Vjolcën, vetëm faktikisht. Vjosa, kë ke veshur ti? Unë kam veshur. Përveç meje, faleminderit shumë. A për dita treshaj. Edhe vetën, sofën. Kaloni sa më mirë, mirupafshim. Mirë mbrëma, mirë se edhe Genda dukesh mrekulli. Shumë faleminderit Rama. Rama, si po ndihesh Genda, si po duket organizimi në Prishtinë? Shumë i mirë, posa era, pas ka njerëz shumë që na kanë prit, faleminderit. Jam me bashkë me Dallunin. Mirë se Mirë mbrëma, mirë se gjej. Si po ndihesh? Po pak emocionum normal. Si po duket organizimi? Po organizimi diçka, po mendoj që çdo herë po shkon më mirë e më mirë. Genda, po ndalem pak sa tek grimi, flok, fustani, gjitha ato, na zbulë kush është përkujdesur? Për grimin edhe flokët është përkujdes salloni Njonza, faleminderit shumë. Fustanin është Kashej, është përkujdes nana jam. Putat po ashtu. Po e bën një sjellje të vogël me thënë se mos kapun, por vetëm të shohim se si duket Genda. Atëherë t'ju uroj që sonte të kaloni mirë, është një natë shumë e marrë dhe shpresoj që fitoni dhe në after party të kalojmë si është më së miri. Faleminderit shumë, uroj gjithëve shumë sukses sonte, edhe më së shumti fituesit. Gjithë njerëzve këtu ju uroj kënaqësi sonte, të kalojnë sa më bukur, edhe uroj 20 vjetorën e Zhurmës, me sa e diun e po festohet sot. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë se gjejmë. Si po kalon sonte? Mirë shumë, faleminderit. Sapo, domethënë jemi në fillim, emocionet masanej. Na tregë pse sot vet? Pa Gencin edhe pa Noe, vajzë bukur. Po, në fakt, pa Gencin fillimisht se Genci nuk është në Kosovë për momentin, edhe era si zavendësim. Pa vajzë bukur, domethënë pa gruan se ajo pa të obligime tjera. Edhe do të thotë sot do të jesh vet. Vet, po jo, s'jam vet, jam me kolegë. Okej, si po duket organizimi nga jashtë dhe çfarë pret brenda? Shumë mirë. Besoj që brenda ka me qenë mirë, ajo është si supozim, për organizim, domethënë deri tash po më duket shumë mirë. Uroj që të kaloni sa më mirë. Faleminderit, suksese. Mirë mbrëma, mirë se erdhët sonte, si po ndiheni Bleri, mirë se erdhe? Mirë mbrëma, mrekullueshëm, pa çeknuar kard ekstra për. Po me qenë se jemi takuar në aeroport, ne? A jeni mirë? Mirë, si po kalon, si po ndiheni sonte? Wonderful. Please, in Albanian. Shumë jam i gëzuar me këngë këtu, s'jam shpesh. Kam marrë prej amike me Blerimi, ka thirr Blerimi. Foj Blerimi tosh që jam këtu. Blerim, çush po duket ky organizim dhe si po duket që të ecësh në qelim me mikun tënd më të ngushtë, nduket, më të afër. Po, unë jam hera para këtu, gjithashtu edhe Patriku dhe ndjehemi shumë të lumtur që jemi pjesë e kësaj mbrëmje dhe shpresojmë të kalojmë mirë. Pse nuk jeni në ndonjë shoqëri të ndaj bukuroshës ose të ndaj vajzës bukur apo dëshironi të mbani shumë sekret lidhjet e juaja? Po nuk kemi për momentin të dashur dhe jemi nota halasht e re. Okej, do të thonë sonte do të ketë diçka.
koncentrohemi herë në biznesin e muzikës, po këshyrim. Okej, atëherë ju uroj që të kaloni sa më mirë dhe shpresoj që të jetë një natë e paruar. Miqtë e dashur, pam këngëtar të ndryshëm, këngëtar të shumë që erdhën sonte në Zhurma Show Awards 2011. Shpresojmë që edhe për pak qaste spektakli brenda do të fillojë dhe shpresojmë që të kalojmë si është më së miri. Faleminderit për të gjithë shikuesit që kanë qëndruar me ne në të Piun e Kuq dhe për të gjithë adhuruesit që kanë qëndruar këtu për të parë këngëtarët nga afër. Ndërsa tani miqtë e dashur ju ftoj që të ikim brenda dhe të shohim çfarë mbretëron atje. Ejemi.